Takojmë në episodin e radhës të podcastit Më Thuaj. Me mua në studio është Sonila Tomori, është psikiatre për fëmijë dhe adoleshentë. Sonila, mirë se erdhe, shumë kënaqësi që të kam. Shumë faleminderit për ftesën edhe për mua. Unë do të flas në fakt për një do të ta quaj terminologji dhe ti do më saksosh se çfarë është. ADHD-ja apo ADHD. Të them të drejtën, e kam dëgjuar kështu. Ai është me ADHD, ajo është me ADHD, mos i fol, kështu është ajo, kështu është ai. Çfarë është? Sapo më the që e ke dëgjuar në formë stigmatizuese. Po, më thënë drejtën. Është një çrregullim, ADHD janë akronimet në anglisht për të thënë që është çrregullim i pamjaftueshmërisë së vëmendjes me hiperaktivitet. Ky është termi që ne përdorim në gjuhën shqipe. Që do të thotë që një pjesë e atyre funksioneve që lidhen me vëmendjen, përqendrimin, lëvizshmërinë dhe një pjesë të karakteristikave të sjelljes janë në një formë të tillë që përbëjnë një grumbull simptomash, të cilat kur janë të gjitha së bashku përbëjnë këtë diagnozë, e cila mund të ketë disa karakteristika. Mund të jetë ky çrregullim, pra ADHD-ja me pavëmendje kryesisht, me hiperaktivitet kryesisht, pra si entitete të ndara, me të dyja së bashku, ose me probleme të sjelljes, pra ADHD dhe probleme të sjelljes. Kështu që këto janë specifika të cilat ndihmojnë, nuk kanë ndonjë vlerë të madhe në përdorimin e përditshëm, por që ndihmojnë qoftë mjekun apo qoftë prindin për të kuptuar më mirë cila simptomatik mbizotëron dhe si ndihmohet ajo, sepse ndihma është e ndryshme. Natyrisht që mendoj që prek gjithë grup moshat, kush është apo grup mosha më e prekur apo s'ka ndonjë? Në shumë interesante ma ke bërë këtë pyetje, sepse ky është një çrregullim neurozhvillimi, i cili në momentin që individi diagnostikohet apo në momentin që ti e ke, e bart me vete gjithë jetën. Çështja është se sa ndërhym, sa shpejt kapet, sa mirë ndërhyet, sa shpejt dhe sa gjatë ndërhyet, për të minimizuar pasojat imediate, ato që e pengojnë fëmijën, ato që janë më të dukshme me radhë, dhe edhe po kaq e rëndësishme pasojat afatgjata, sepse ka tendencën që të jetë një çrregullim, karakteristikat e të cilit i bart njeriu me vete dhe simptomatika apo shprehja e tyre, ajo që shohim ne në sjellje, ndryshon nga njëra etape e jetës në tjetrën. Për shembull, kur një prind duhet të fillojë të shqetësohet që fëmia ka ADHD apo ADHD. Shiko, në mosha të ndryshme, si ato sinjalet e alarmit të ndryshme dhe jo gjithmonë sinjalet e alarmit përfundojnë në diagnozë. Kështu që nëse po flasim për një çift, po prindër që kanë një fëmijë 2-3 vjeç, po që vetëm vrapon për shkak. 2-3 vjeçar. Se pyes për një shoqen time. Po pëlqen shumë që të vrapojnë, sepse ne i duam fëmijët të jenë të gëzuar edhe. Jo, po vrapon vend e pa vend. Do dhe në kinema të vrapojnë. Në fakt në moshën 2-3 vjeç nuk është shumë tregues të vrapuarit, sesa janë ato sinjalet e alarmit janë pak. Më së shumti janë ato që lidhen me nevojat bazë, tek kanjos në të ngrënë, bën gjëra që s'duhet i bëjnë në momentin e caktuar që lidhen me nevojat bazë, me të ngrënën, me të fjeturën, me akomodimin në disa ambiente që janë frustruese për të, po që prindi nuk arrin të kuptojë që kjo është, si do thuash, përgjigje ndaj të qenit jo rahat ose frustrimit. Që këto janë disa elementë dhe në 2-3 vjeç ne përveç se i kemi në mendje dhe i këshillojmë prindit si ti minimizojnë, nuk është se vëm diagnozë në këtë moshë që të marrësh diagnozën për gjithë jetën. Zakonisht, meqense jemi këtu dhe që të mos i rikthehemi, diagnoza zgjat një vit për të vënë, ose edhe më shumë, pra i duhet mjeku ta kontrollojë dhe rikontrollojë që të bindet që kjo situatë apo kjo simptomatik me pavëmendje, hiperaktivitet, pa mundësi për të frenuar sjelljen e me radhë, është pjesë e tij, pjesë e neurozhvillimit të tij, të saj, në mënyrë të tillë që shprehet në të gjitha aktivitetet e jetës, jo vetëm në një moment që i duhet të riulur për shembull. Dhe sigurisht duke kaluar ato testet e nevojshme dhe në momentin që merr diagnozë, zakonisht ndodh në 5 deri në 6 vjeç ose 6-7 ose në moshat shkollore rëndom. Sikurse ndodh që prindërt të diagnostikohen me këtë situatë kur çojnë fëmijën e tyre për diagnozë. E kuptoj. Megjithatë, një prind që ka një fëmijë të zëm kokëfort, se është kokëfort, është i përkëdhelur, themi ne, ose kur duhet bërë kjo diferenca dhe vërtet duhet vite te mjeku
Duhet marrë një opinion të specializuar se s'ka asnjë turp, se ne kemi turp të shkojmë tek psikologu se kshu i ka ngjar hallës, fillojmë këto ne. I ka ngjar të jatit, i ka ngjar të jemës, se nuk e di sa terminologji kështu. Sa po the që jemi shkojmë ke psikologu, po do të shkojmë te psikiatri. Psikiatri pastaj është dënim e vdekje. Nuk kam nisto. Po, shumë e drejtë. Zakonisht ndodh që prindit shqetësohen në moshën shkollore. Pasi në parashkollor sërish fëmijët janë të lejuar të jenë në intervale të vogla kohore të detyruar të rrinë apo të kenë vëmendje të gjatë, ndërkohë që në shkollë është mjaft evidente sepse i duhet që në ato 40 minutë, 25 minutë të kenë vëmendje në disa aktivitete që ndodhin përgjatë një ore mësimore. Dhe aq më shumë të kenë edhe ngarkesën e të diturit të përgjigjen në mësim. Pra, ka disa ngarkesa ora mësimore, e cila i bën edhe më të dukshme apo evidente këto simptomatike të. Pra, simptoma është që është i hedhur kërcet, nuk mbahet apo është tërhiqet fare. Sa po përshkrove atë që gjithë njerëzit kanë në mendje kur themi që është me hiperaktivitet. Pra, ka në mendje një fëmijë zakonisht djalë, që shkon televizor. Po i pavëmendshëm mund të jetë edhe një fëmijë që është fare i urtë, që shikon mësuesen në sy dhe që as dëgjon fare se çfarë thot mësuesja. Dhe nëse mbaron ora mësimit dhe pyet që çfarë u tha, një pjesë të gjërave mund t'i kujtoj dhe pjesën më të madhe jo. Pra, nuk do të thotë që të jesh super i lëvizshëm, sikurse e ke ose nuk e ke. Duhet që një mori aktivitetesh të cilat duhet i bësh në një formë, në përputhje me moshën kronologjike, pra me fazën e zhvillimit, ti nuk arrin t'i bësh dot. Fëmijët nuk e bëjnë me qëllim lëvizshmërinë, nuk e bëjnë me qëllim prishjen e orëve të mësimit. Duke qenë një problem neurozhvillimi, fëmijët e kanë të pamundur të mbajnë përqendrimin aq gjatë sa u duhet, sepse disa nga neurotransmetuesit, po flas për teorinë neurobiologjike sepse ka disa teori të lidhura me çfarë shkakton ADHD-n. Një mori neurotransmetuesh nuk janë në sasinë e duhur, në kohën e duhur, aty ku duhet të jenë. Dhe në këtë kuptim, për shembull, një nga teoritë e ADHD-s është teoria e dopaminës, që është një neurotransmetues i cili gjendet në mungesë, në mangësi, në sinaps, në kohën kur fëmijës i duhet edhe më shumë të përqendrohet. Dhe kështu si ta thuash në thonjza të lë truri në bal, ti do që ta dëgjosh mësuesen, por nuk mundesh ta dëgjosh. Shiko të rriturit e kanë këtë se kanë të rriturit pra. Ka të bëj se sa interesante është biseda, se jo në çdo bisedë do jemi me trurin. Po, unë shpesh e them në prezantime që nëse çështja të intereson edhe leksioni të pëlqen, lektori është i mirë, njerëzit maksimumi vëmendjen efektive e kanë 20 minutat e para. Pastaj shkëputen dhe e rivendosin prapë, po ato 20 minutat e para janë. E kuptoj. Përsëri dua të kthehem pak tek prindërimi i fëmijëve me ADHD. Pse? Sepse fillon paniku. Momentin që për shembull vjen tek mjeku psikiatër, psikolog psikiatër që merret dhe i thuhet që po ka fëmia jot ka ADHD. Ktu fillon një tmerr, në kuptimin që ç'a është kjo aq më tepër kur i thua që është dhe një gjë që do ta shoqëroj të rjetën, pa hajde ta kultivojmë dhe ta xhustojmë, ta përshtasim me realitetin ton. Hajde të punojmë. Këtu çfarë ndodh me prindin dhe këtu çfarë duhet ju themi prindërve? Po e filloj shpjegimin nga fjala me realitetin ton. Kjo është një çrregullim që diagnoza të cilit vendoset duke marrë parasysh edhe faktorët ambiental. Dhe një fëmijë që në kulturën tonë mund të mos quhet me hiperaktivitet, në kulturën japoneze për shembull mund të quhet me hiperaktivitet. Pra, mënyra se si ne i kemi të pranuara sjelljet sociale, çfarë është e pranueshme në një ambient që të jetë korrekt nga ana sociale, vendos edhe një lloj kufiri për ta quajtur normale, tipike ose anormale një sjellje të caktuar. Kështu që ne, shqiptarët, jemi një popull i lëvizshëm, i gëzueshëm, i gëzueshëm nuk është ndërsa fjala e duhur, po
jemi, domethënë popull që hiperaktivitetin ose nevojën për të qenë në veprim, shpeshherë në familjet tona e kemi si pjesë të sjelljes. E kemi madje dhe e stimulojmë dhe nuk bëjmë keq, i gëzojmë fëmijëve tanë kur janë të shkathet, sa i mirë që është, sa i shkathet është, çfarë bëni. Pra, në kulturën tonë të qenit të pak në lëvizshmëri është një gjë aftësi, të qenit i Zoti i aftë. Po le të kthehemi tek çfarë ndodh me prindërit. Ka një grup prindërish që janë shqetësuar për çfarë shohin tek fëmijët e tyre, sepse fëmijët që kanë vërtet ADHD, pra që marrin këtë çrregullim, jo të gjithë ata që janë të lëvizshëm dhe të gëzuar edhe që hidhen, janë shumë mirë të hidhen me patologji. Po. Po ata që e kanë vërtet, shfaqin vështirësi që të vegjël, qoftë edhe me të folurin për shembull, qoftë edhe me fitimin e gjuhës të shprehur. Pra, duke qenë se kanë pamundësi që në mendjen e tyre të kërcej ajo përgjigjja e duhur në kohën e duhur, vonojnë në përgjigje kur janë, ose vonojnë të mësojnë fjalët e reja, ose vonojnë që një fjalë që e kanë mësuar ta përdorin në kontekstin tjetër, jo në atë kontekst në cilin e kanë mësuar. Në këtë kuptim, vihen re një grup fëmijësh që vinë për të vlerësuar jo për ADHD, jo për këto simptomatika, por për zhvillimin dhe zbulojmë që kemi këtë gjë. Pra është shumë më e larmishme se sa fëmia që lëviz. Dhe në këtë kuptim në çdo moshë mund të vijë në 2 vjeç, në 3, në 4 për problemet e zhvillimit, por nëse nuk ka nga këto problemet e zhvillimit, mund të vijë në moshën shkollore. Ka raste kur prindrit janë vetë të shqetësuar, ka raste kur mësuesit i lajmërojnë ata që diçka nuk shkon me fëmijën tuaj dhe për herë të parë ballafaqohen që me këtë ide që pas ka diçka fëmia im që nuk shkon, po unë se pas kam vënë re. Edhe jeta tani është stili frenetik i jetës, kamuflon simptomat e ADHD-s. Nuk i ndihmon fare për shembull në rikuperimin e këtyre simptomave. Nuk duhet të kemi një stil frenetik, por duke qenë se kështu është jeta, ato dhe mund të kapen më me vonesë. Prindërit reagojnë sipas tipareve të tyre. Ka prindër që janë shumë pranues sepse kanë të ngjashëm në shtëpinë e tyre që kuptojnë sepse çfarë i shqetësojnë prindit, si do jetë e ardhmja, sa mirë do jetë ky fëmijë. Shikoj se prindi tani në këtë moment kujton dhe veten, ëh? Edhe prindër që janë me ADHD dhe kuptojnë që ky bën gjaka mua, po hajde të punojmë gjithë bashkë. Edhe kështu që ky më gjan mua dhe le të bëhet kaq sa unë, edhe kjo është një nga mënyrat më të mira të parit, pse jo, sepse kështu pse jo. Dhe pra ajo që i shqetëson prindit është çfarë do ndodhi në të ardhmen dhe nëse ka si të thuash sy për të parë që dhe në ambientin ku është ka, sepse trashëgueshmëria është deri në 80%, pra shanset për të pasur një fëmijë me ADHD nëse prindi e ka janë 80%, janë shumë të larta. Kështu që në këtë kuptim mund ta marrin lehtëshëm në kuptimin ta pranojnë dhe të duan ta ndihmojnë, mund të kenë një periudhë mohimi, revolte dhe mos duan ta pranojnë dhe vjen një moment që e pranojnë, ose mund mos paraqiten fare kur i thuhet për tu, o i këshillohet për të paraqitur tek mjeku.